Jam një grua që fal 5 kohët e namazit, gjithashtu të 3 motrat e mia dhe nëna ime. Para një javë vdiq nëna përveç mërzitjes nënës na është shtuar dhe një hall dhe desha të më këshillosh. Gjatë vizitës varrezave, motrat e mia kanë parë një grua që ka marrë dheun e varrezave dhe nga mrapa na e ka spërkatur mua dhe motrave të mia. Dhe njëra nga motrat që e ka parë, e ka pyetur për veprimin, ajo është arsyetuar duke thënë: "U spërkata dheun e varrezave për t'ju hequr juve mërzin." Kjo është sharlatane, kjo është shejtan femër, magjistare. Momenti që dikush merr dheun e varrit dhe e hedh dikujt, do të thotë se i ka bërë magji. Prandaj dhe ju kësaj duhet i kërkoni llogari. Duhet i kërkoni llogari edhe duhet krijoni konflikt me të. Se çfarë ndodh me këtë kategori njerëzish? Jo vetëm që ta bëjnë, po edhe të vinë nga shtëpia pastaj, e të bëjnë si të mirë. Me këta njerëz duhet kriju konflikt. Në momentin që ka ullë dheun e varrezave mas shpine, apo ke flokët, apo i ka spërkat njerëzit me dhe varrezësh, do të thotë se ajo i ka po të gjitha mundësitë që ka pas për t'ju bërë magji. Këtyre. Kështu që fjala e saj u ahodha dheun e varrezave për t'u larguar mërzinë është thjesht lojë fjalësh. Përveç se nëse është aq ignorante që mund të jetë viktimë e thashëthemeve dhe prallave. Por kështu si veprim konsiderohet magji.